Shumë faleminderit, është kënaqësi që u ndalëm këtu bashkë me Viktorin, me Monikën dhe me Mimin, dhe me siguri do të jetë një forum shumë i frytshëm, pasi në pjesën e dytë ti ministri i bujqësisë dhe zëvendësministri do të dialogojnë me ju për të diskutuar lidhur me stadin aktual të gjërave dhe me mënyrën se si ne së bashku mund të shkojmë edhe më shpejt, edhe më tutje në drejtimin e dur. Por ajo që është me rëndësi për sa më takon është fakti që reforma administrative territoriale na jep një sër instrumentash dhe mundësish për të qenë shumë më pranë njerëzve dhe për të garantuar se bashkitë e reja nuk janë më njësi administrative vendore siç ishin njësitë e deri sotme, por janë njësi zhvillimi ekonomik. Njësi zhvillimi ekonomik ku si asnjëherë tjetër më parë marrëdhënia mes qeverisë vendore dhe fshatit merr një peshë jashtëzakonisht veçantë. Dhe ku si asnjëherë tjetër më parë qytetarët e këtij vendi që jetojnë në fshat, që jetojnë me tokën, me prodhimin dhe me gjithë ciklin e prodhimit, do të kenë pranë një partner strategjik siç është qeveria vendore. Ne sot jemi në kushtet kur pa asnjë dyshim nuk mund të themi se i zgjidhëm problemet e bujqësisë, i zgjidhëm problemet e zhvillimit rural, por ku po ashtu pas një dyshim, mund të themi se eksperienca e 18 muajve në qeverisje, në raport me fshatin dhe rezultatet e para të politikës son të re për zhvillimin e fshatit janë absolutisht në drejtimin e dur. Ne për herë të parë aplikuam një skemë agresive mbështetje për investimet sipërmarrëse në fshat, duke bërë përmes AZBR-s një partneritet mes shtetit dhe sipërmarrjes në fshat me pjesëmarrje të barabartë financimi. Dhe praktikisht kemi financuar një numër të konsiderueshëm sipërmarrjesh të llojeve të ndryshme me 50% të vlerës së investimit deri në $150.000. Dhe çfarë kemi parë? Kemi parë se kjo është rruga më e sigurt dhe më e shpejt, jo thjesht për të rritur sipërmarrjen, por për të fuqizuar familjen fermere. Nëse familja fermere sot, në tërësi, është në kushtet e një bujqësie të mbijetesës, për shkak në radhë parë të pamundësisë për të zhvilluar aktivitetin e vet në sipërfaqe të mëdha dhe të integruara, si rezultati të copëzimit të madh të tokës. Pra, nëse familja fermere sot ka në dispozicion disa dynim, ku prodhon atë që mundet, një pjesë e konsumon për frymën e familjes vet, dhe një pjesë del dhe tenton ta shesi te rruga, fuqizimi i sipërmarrjes, rritja e kapaciteteve dhe standardeve të pikat të grumbullimit,
rritja e kapacitetit teknologjike dhe standardeve të agropërpunimit bëjnë që kjo familje fermere mos jetë më vetëm dhe as të mos e ketë të varur fatin e prodhimit vet nga rastësia dhe nga çfarë sjell rruga, por të jetë pjesë e një cikli prodhimi që fillon tek ato dynymët e një familje, po që bashkon shumë familje rreth e rrotull, të cilat janë të lidhura me pikën e grumbullimit. Kemi bërë një diskutim në fakt për të kapërcyer mendësinë në radh parë mes nesh. Do duhet ende kohë, por jemi të vendosur që ta bëjmë të kapërcim në mendësi për të gjithë ata të cilët janë të lidhur me fshatin, lidhur me rimbursimin e inputeve. Ne jemi zotuar që do të rimbursojmë TVSH-n për inputet. Dhe ne e bëjmë këtë sot. Por ne as kemi bërë dhe as kemi ndërmend ta bëjmë dhe kush na e kërkon i bie daullës në vesh shurdhër, atë që është bërë për kaq shumë vite me radhë, që t'i japim në parapagim me demek heqje TVSH-je, duke praktikisht stimuluar korrupsion, duke stimuluar kontraband, duke stimuluar informalitet. Ne kemi provuar dhe kemi fakte kokëforta për këtë, se duke rimbursuar TVSH-n e grumbulluesit, kemi siguruar çmime shumë më të kënaqshme për prodhuesit. Dhe mos harrojmë se sot ne kemi një hapësirë rurale ku familja fermere nuk është në kushte të një ekonomie formale. Dhe është absolutisht irreale të mendosh që si shtet të ndërtosh marrëdhënie tek e tek me individ, ndërkohë që këto marrëdhënie të ndërtuara mes familjes që prodhon dhe pikës grumbullimit dhe bazuar në heqjen e TVSH-s mbi prodhimin, jo mbi planin, sjellin si rezultat rritjen e çmimit për fermerin dhe mbajtjen e një çmimi normal për tregun. Ky është fakti. Sigurisht që ne nuk jemi të mbyllur vetëm në këtë skem, po për momentin kjo është vetëm një skem që funksionon, ndërkohë që ne mirëpresim çdo zhvillim të natyrës së organizimit të bashkuar të fermerëve, por një gjë ta kenë të gjithë qartë. Ne do ta rimbursojmë në bujqësi inputin, naftën dhe gjithçka që ka të bëjë me TVSH-n vetëm mbi prodhimin, mbi faktin, jo mbi planin edhe mbi spekullimet, ka që hapësire mbjell, ka që hapësire shkullur. Kjo nuk ka quar as gjikundi në të shkuar dhe nuk ka ku çon. Është komplet një rrjet e shpuar. Kështu që ajo që ju themi fermerëve është që stimulimi i sipërmarrjes është në fakt stimulim i një organizimi të ri në rrjet, interesi dhe në një zinxhir vlerash që në fakt fillojnë krijohen që në momentin kur hidhet fara nga fermeri vet. Por nuk mbeten aty. Dhe nëse deri sot fermeri ka qenë i detyruar të jetë në mshirë të fatit, fal kësaj politike, fermeri prodhon dhe e ka të siguruar qoftë prodhimin, në kuptimin farën, fidanin, inputin,
plerat e kështu me radh, qoftë shitjen, sepse është grumbulluesi që e merr, bazuar në kontratën midis tyre. Dhe kështu kalojmë nga fermeri i mbijetesës tek familja fermere si biznes i vogël. Faktikisht. Pa dyshim që shkalla tjetër është që në pikën e grumbullimit të funksionojë fatura e TVSH-s në raport me subjektet prodhuese, por këtë ne nuk mund t'ja imponojmë sot familjes fermere, se do të thotë ta mbysim. Prandaj ne sot heqim TVSH-n tek grumbulluesi dhe indirekt garantojmë shitjen e produktit nga fermeri tek grumbulluesi me një çmim shumë më të kënaqshëm se sa po t'ishte se grumbulluesi do të kishte edhe TVSH-n që në fakt do t'ja ngarkonte direkt fermerit. Nga ana tjetër, ne kemi sot një politikë e cila është në sinkron me politikën zhvillimore të Bashkimit Evropian. Në Bashkimin Evropian, skemat e mbështetjes financiare me fondet e Unionit janë praktikisht me të njëjtën logjik. 50 deri në 65% e vlerës së investimit të realizuar nga privatët. Por dhe këtu kemi imponuar një praktik që ka bërë që çdo qindark të shkojë aty ku duhet, sepse pagesa jon bëhet mbas kryerjes së investimit. Pra bëhet mbi bazën faktuale të investimit, jo mbi letra dhe plane. Këtë vit AZBR-ja vetëm nga fondet e buxhetit shtetit do të lëvrojë $17 milion mbështetje për fermerët bazuar kryesisht te kjo skem agresive. Por ajo që është më e rëndësishmja dhe duhet vë theksin tek një fakt. Kur thash pikat e grumbullimit, kam parasysh agropërpunuesit në tërësi, sepse TVSH-ja nuk hiqet vetëm tek grumbulluesi, por edhe agropërpunuesi, ai që e merr lëndën e parë nga fermeri, po themi mishin dhe përpunon mishin, ai që merr qumshin dhe përpunon qumshin. Pra gjithë ky zinxhir që konkludon tek grumbulluesi apo tek agropërpunuesi në fund ka rimbursimin e plot të TVSH-s. Dhe ja ulim 20%, 6% ishte. Dhe ishte shumë teorike, sepse në pjesën më të madhe as nuk i fërshëllente njëri fare. Sot çdo grumbullues, çdo agropërpunues është dëshmitar që i ulet 20%. Pra është 20% ulje takse, faktikisht. Heqje takse. Dhe po ashtu ne jemi shumë afër materializimit të një plani që këtë eksperiencë të mos e lëri vetëm tek $17 milion që është mundësia aktuale që ka shteti shqiptar, është më e larta që ka qenë ndonjëherë, dhe po të shikojmë rritjen e financimit të shtetit për bujqësinë, kemi një rritje të pakrahasueshme me 2013, që shkon drejt për drejt në mbështetje të fermerëve. Por të bashkojmë në këtë proces edhe bankat. Qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion një fond për të çelur një fond garancie kombëtare. Një fond garancie kombëtare për fermerët. Dhe në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Indërtim e Zhvillim, janë $143 milion që vjen në dispozicion të huamarrjes bujqësore dhe që kanë krijuar interesin e menjëhershëm të bankave të nivelit 2, ku ky fond garancie siguron që s'pari bankat e nivelit 2 të kreditojnë pa risk. Pra risku nuk i kërkohet sipërmarrësit, sepse këtë e merr përsipër
ky fond. Dhe bankat e nivelit 2 të kreditojnë me interesa minimale deri në 0, sepse uljen e interesave e garanton shteti. Dhe së treti, nuk do jenë fermerët, sipërmarrësit që do bëjnë ECEJAK-ën për banka, çon letra e prit aprovime, por do të jetë shteti si ndërmjetës, nëpërmjet AZBR-s. Pra AZBR-ja do të bëjë ndërmjetësin midis sipërmarrësve dhe bankave. Dhe me të njëjtën procedurë që AZBR-ja merr aplikimet dhe mbështet sipërmarrjen bazuar në kriteret dhe në pikët që projektet marrin, me të njëjtën procedurë do të seleksionoj edhe të gjithë sipërmarrjet që do t'i quaj të kreditueshme për t'i paraqitur bankave dhe për të bërë mundur që këto sipërmarrje të kreditohen pa pas gjithë atë stresin burokratik dhe njëkohësisht duke arritur që të marrin pikërisht atë që kanë kërkuar 20 vjet dhe që na kanë kërkuar ne ka 1 vit e gjysmë, që s'kemi problem ne që të marrim kredi, por kredit janë të papërballueshme. Pra kemi nevojë për mbështetje që kredia ulet në pikën që mos ta ndjej të papërballueshme sipërmarrja në fshat. Kjo do të bëj, dhe ne besojmë shumë që ne të kemi qysh në vitin e parë, skema besojmë do të jetë gati këtë vjesht, po llogarisim qysh vitin e parë, duke filluar nga kjo vjesht dhe edhe vitin tjetër, $100 milion çdo vit në dispozicion të sipërmarrjes. Tashi këtu vim tek pjesa tjetër që e përmendi pak Viktori. Pjesa tjetër ka të bëjë me dijen, sepse që ne të arrim të absorbojmë gjithë të para, që fshati të arriti absorbojë gjithë të para, qoftë nga AZBR-ja, qoftë nga Fondi i Garancisë Kombëtare, qoftë nga Fondi i Bashkimit Evropian, kemi nevojë për një fermer të ditur në kuptimin të informuar, lidhur me mënyrën si funksionojnë këto fonde, të trajnuar, lidhur me mënyrën se si aplikohet për këto fonde dhe të mbështetur në shkrimin e projekteve. Dhe për këtë arsye, ne do të bëjmë një reformë strukturore për cilën ka filluar puna në Ministrinë e Bujqësisë, në mënyrë që të ndajmë detyrat. Bashkia të ketë drejtoritë e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të cilat të kenë kryesisht natyrë ekzekutive. Pra, nëse flasim për kanalet ujitse, nëse flasim për kanalet kulluse, nëse flasim dhe për inputet, cilat ministri përmendi se mund të jepen edhe përmes pikave të grumbullimit, drejtoria e bujqësisë dhe zhvillimit rural në bashki të ketë kompetenca ekzekutive, ndërkohë që politikat bujqësore dhe monitorimi i gjithë procesit të implementimit të tyre politikave, edhe i financimit, i takon Ministrisë Bujqësisë. Nga ana tjetër, pjesa tjetër, pra nëse sot kemi drejtori bujqësie, bord e kullimi e kudiun që janë të gjitha që ndrojnë midis shtetit dhe fshatit, por asnjëherë nuk arrin ta impaktojnë si duhet fshatin duke implementuar si duhet këtë vizion që ne kemi për shkak të mënyrës që janë strukturuar, ato ndahen midis bashkisë dhe qeverisë që duke përdorur AZBR-n si qendër graviteti, krijon në çdo rajon të menaxhimit bujqësor dhe blegtoral këto laborator të dijes. Pra janë struktura të mirë informuara, cilat kanë punë të vazhdueshme me fermerët dhe që din eksaktësisht sa fermer ka në gjithë të territor, me çfarë merren, si mund ndihmohen dhe informohen vazhdimisht për mundësitë
trajnohen për të qenë në gjendje që këto mundësi t'i shfrytëzojnë dhe mbështeten në bërjen e aplikimeve. Se ndryshe ne nuk kemi shans që t'i absorbojmë gjithë këto fonde. Duket si çudi, po kjo është e vërteta. Dhe po të shikojmë historinë e fondeve të Bashkimit Evropian, vendet më të zhvilluara thithin më shumë fonde. Po jo se janë më të pasura dhe se influencojnë me pushtet, por sepse janë më të ditura. Vendet më pak të zhvilluara thithin më pak fonde sepse kanë më pak dituri lidhur me mënyrën se si funksionon mekanizmi. Dhe nga ana tjetër, ne me Ministrinë e Bujqësisë dhe me bashkitë do të investohemi për të krijuar një zinxhir shkollash profesionale të zhvillimit rural, të bujqësisë dhe bletërisë. Pra, për të pasur teknikët e mesëm, cilët sot praktikisht pothuajse mungojnë totalisht. Dhe për t'ia vënë në dispozicion gjithë këtyre sipërmarrjeve, kudo ku kemi shkuar, në çdo sipërmarrje, nga këto që po flasim, të cilat sot janë dhe në një proces ripërtritje teknologjike, duke shfrytëzuar heqjen e TVSH-s për makinerit, për import e makinerive. Unë dje isha në një fabrik qumshi ku po bëj gjithë rinovimi teknologjik dhe pronari i fabrikës më tha, fal politikës së qeverisë për heqjen e TVSH-s së makinerive, unë nuk kam më nevojë të kërkoj makineri të dorës 2 dhe dorës 3, po mund blej makineri 3-ja, sepse nëse paguaj 300.000 euro, 60.000 euro i marë mbrapsh nga qeveria. Mirë po, problemi kush është? Mungesa e zanatçive. Mungesa e teknikëve. Që detyrohen t'i marrin pothuajse të gjithë nga jashtë, të huaj. Ndërkohë që sistemi dual që ne kemi krijuar tani, ku shkollët e arsimit profesional, gjysmën e kohës e kalojnë në shkollë, gjysmën e kalojnë në ndërmarrje, i jep mundësinë këtyre fabrikave, i jep mundësinë këtyre sipërmarrjeve që të nënshkruajnë marrëveshje me shkollën profesionale, po themi në Lezhë, me shkollën profesionale bujqësore dhe të fillojnë të rekrutojnë stafin e tyre teknik që në bankat e shkollës, ku të rinjt dhe të rejat marrin dije teorike dhe bëjnë dhe praktikën në ndërmarrje. Kjo nuk është shpike e jona, ky është modeli gjerman, model shumë i përhapur në Europë, që ka sjellë një sukses të madh në drejtim të punësimit dhe në drejtim të rritjes kapaciteteve njerëzore në funksion të prodhimit dhe të përpunimit. Sfundi, 2 fjalë për Lezhën. Dhe besoj që faktet flasin vetë. Ne kemi trashëguar një situatë skandaloze me ujitjen. Dhe faktikisht kemi bërë një vlerësim që rreth 30% e tokës që mund të jetë shumë produktive, sot është ose e papunuar fare, ose me produktivitet minimal për shkak se mungon ujitja. 30-35%, ka zona që është më shumë, ka zona që është më pak. Ndërkohë që në Lezhë, ne në vitin 2013 kemi gjetur vetëm 7% tokë bujqësore të ujitur. 7%. Don mesjet totale. Nga 18.000 hektar që janë tokë e punueshme dhe prodhuese, vetëm 1.200 hektar ishin tokë e ujitur. Dhe në 18 muaj, ne dhe flas këtu për Lezhën rreth, pa futur Mirditën dhe Kurbinin, që kanë 35.000 hektar tokë të punueshme dhe prodhuese, dhe vaditeshin efektivisht 5.000 hektar. 5.000. Kjo është aktakuza më e fuqishme e fakteve jo e jona për ata që bëjnë gam-gam gjithë ditën për varfrin në fshat. Aty e kishin 8 vjet dhe të rish 8 vjet në pushtet. Edhe në 35.000 hektar tokë të punueshme dhe prodhuese. Të vaditen vetëm 5.000 hektar, kjo mjafton që mos flasësh fare për 8 vjet tjera. Ndërkohë që për 18 muaj ne jemi në një proces ku për herë të parë
për herë të parë, kemi 5.000 hektar tokë deri në fund korrikut, më shumë të ujitura. Pra, nga 1.200 shkojmë praktikisht në 6.200. Sigurisht, 6.200 nuk janë 18.000. Patjetër. Nuk është pretendimi që për 18 muaj tashi gjithçka do ujitet, por ama 6.200 nuk janë 1.200 dhe fakti që ne këtë hap e kemi hedhur vetëm në një vit, sepse 6 muaj u deshën njerëz sa me kuptu labirinthin e këtij kaosi, është siguri që në vitet e ardhshme do arrijmë ta vëmë të gjithë tokën në funksion duke çuar ujin. Po kështu, e njëjta gjë vlen për kanalet kulluese. 50 kilometra kanale kulluese, 50 kilometra kanale kulluese janë sot funksionale në Lezhë dhe 50 të tjera do të jenë funksionale deri në fund të 2015-s. Pra 100 kilometra, që është një shumë e pamjaftueshme për të thënë që çdo gjë është në rregull, por plotësisht e mjaftueshme për të kuptuar që puna jonë është në drejtimin e dur. Dhe me shembullin e Irlandës dua ta mbyll për të thënë që kjo që po themi dhe kjo që po bëjmë nuk është as një shpike, as një eksperiment në tokë të djegur, po është një politik e mirë menduar dhe një qasje e provuar gjetë. Në Irlanda, në vitet 50, kishte bujqësinë më të pravambetur në Europë. Bujqësi mbijetese, ngastra, të vogla, fermerë që mbani vetëm frymën gjallë dhe që shisnin nëpër rrugë. Dhe shumica e krahut punës në Irlandë, nga fshati emigronte shumica, ikte në emigracion në Angli ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht rajonalizimi, gjë që ne e bëm, kultivimi i kulturave intensive dhe incentivimi i bashkimit jo përmes dhunës dhe ligjeve që si zbaton njeri, por përmes ndërthurjes interesave, e kanë bërë Irlandën në një periudhë 20 vjeçare vendin me bujqësinë më të suksesshme në Bashkimin Evropian. Nga ekstremi në ekstrem. Ne nuk kemi ambicje që të bëhemi më të suksesshëm në Bashkimin Evropian, por kemi ambicjen që të bëhemi një vend ku as një metër tokë të mos jetë pa ujë, as një metër tokë mos mbetet pa punuar, pa prodhuar dhe pa nxjerr para për njerëzit që jetojnë në fshat. Kjo është ambicia jonë. Pastaj sa para, kjo është diçka që do të vi duke u rritur me kohën. Por ama që njerëzit hikin, të marrin arratin se nuk kanë ujë dhe toka është praktikisht Sahara, edhe pse është pjesë e një dheu të bekuar, kjo është e pa tolerueshme. Dhe faktikisht ky zhvillim në Irlandë solli siç do sjellë në Shqipëri dhe siç ka dhënë shenjat. Rritje më të lartë punësimit në historinë e atij vendi. Për shkak të nxitjes së këtyre 3 elementeve që përmbysën inercinë negative të mbijetesës në fshat. Rajonalizimi, e tha ministri, ne nuk i imponojmë asnjëriu, por ne nuk financojmë, nuk mbështesim aventura apo eksperimente apo iniciativa të lira të cilat i shkojnë ndesh politikës së rajonalizimit. Fjala vjen, nëse rajonalizimi tregon qartë që malësia e mbi Shkodrës siguron 35% të fitimeve nga eksportet e bimëve medicinale, ne kemi vënë qartë prioritetin. Kush merret me bimët medicinale, stimulohet.
Dhe si stimulohet? Faktikisht, sot, problemi është që gjithë ky prodhim, shumica e dërmuese shkon jashtë i papërpunuar. Nëse ne përpunojmë këtë në vend, ne shumëfishojmë çmimin. Dhe duke shumëfishuar çmimin, pasurojmë njerëzit që merren me këtë kulturë. Atëherë, ne e kemi thënë, mbështesim çdo nisëm nga Malësia e Madhe që bazohet tek investimi për të përpunuar bimët medicinale. Dhe kjo vlen për gjithë kulturat në gjithë hartën e Shqipërisë, kur vjen puna tek harta e realizimit. Prandaj gjithë fermerët duhet të shikojnë hartën si pikë referimi nëse duan mbështetje nga shteti. Ne nuk jemi shtet që mund të hedhim para lum kudo dhe kurdo. Por ama ato para që kemi, dim si t'i ekonomizojmë për të stimuluar ato pjesë të organizmit tonë që mund të sjellin një ripërtritje shumë të shpejtë të gjithë organizmit. Tamam siç akupunktura ripërtrin me energji një organizëm të drobitur. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe jam i bindur që 21 qershori është një oportunitet fantastik për fshatin. Fshati ka votuar gjithmonë për zgjedhje vendore, po ka votuar për kryetar komunash, për këshilla komunash që në fund të ditës nuk është se kanë pasur ndonjë impakt tek jeta e fermerit. Sot, historia ndryshon. Bashkitë do të kenë impakt drejt për drejt tek jeta dhe tek puna e familjes fermere. Dhe zgjedhja do të ketë një rëndësi themelore, se mvaret kë zgjedh. Se s'është bashkia thjesht si bashki, po mvaret kush është kryetari i bashkisë, mvaret kush është shumica. Se tjetër është të zgjedhësh ata që e lanë Lezhën me 7% tokë të ujitur. 7% tokë të ujitur. Pjesa tjetër e përmbytur, kuptohet? Po të ujitur për punë. Tjetër është të zgjedhësh ne që vetëm në 18 muaj nga 1200 hektar që ishin të ujitura, e çuam në 6200, vetëm Lezhë. Kjo është zgjedhje shumë e qartë. Kush do ujë për tokën, le ta bëj vetë llogarinë. Do zgjedhi Viktorin dhe do zgjedhi Aleancën për Shqipërinë Evropiane, apo do zgjedhi Kuçedrën që ta mban ujin bllokuar. Kuptimin Kuçedrës politikës vjetër, se Kuçedra është fjalë e madhe, edhe po faktikisht kjo është zgjedhja. Unë jam i bindur që Lezhë do bëjë zgjedhjen e dur, drejtimin e dur, me shumë ndjes. Ju kërkojmë leje që ne të vazhdojmë të bindim Shënkollin për drejtimin e dur, ndërkohë që ministri dhe zëvendësministri do të diskutojnë me ju për gjithë problematikat që ju mendoni se vlen të adresohen në këtë forum, që është një forum i organizuar këtu në Lezhë dhe me fokus tek Lezhë, por që ka një format dhe një ambicie për të qenë një model kombëtar, pasi të gjitha bashkitë tona do të organizojnë forume sistematike të zhvillimit ekonomik bujqësor me fermerët dhe me familjet që jetojnë në fshat. Shumë faleminderit. Faleminderit, zotë kryeministër.